Kam dëgjuar Limin, shiko, këtë klipin që pam janë ato momentet e mira që këta kalojnë, si shtot Alba, në këta momente. Ju lutem, blidhuni të gjithë bashkë në shtëpi dhe i thoni Albës që nuk thuhet këta momente, po thuhet në këto momente. Shuja më Alba. Shuja më Alba. Që ka që të keqë. Janë në diskutime biznesore, që të flasë perfekte letrare. Po, nese, nuk është puna të flasësh perfekte letrare, po ti nga tron kohët, me gjitha të ishte një batut, ajo të ka lezet gjithsesi. Ishte për ta mbërsuar pak situatën për para bombës që do them. Unë mendoj që, dëgjon, në këtë qift, mes këtyre të dyve, në fakt, nëse duhet të më vi keq për dikë nga këta të dy, më vjen keq më shumë për Limin, dhe jo për Albën që qanë edhe vuan gjithë kohës këtë marrëdhënie. Më vjen keq sepse shikoj Limin shumë detyruar për të bërë këtë gjë dhe problemi është që ka detyruar veten, se miku zëri, që ka detyruar veten ta bëj këtë gjë me mendimin që do të ngrej Albën, mos lej Albën të vuaj dhe të qaj dhe ta degradoj në një gjendje që askush nuk do donte ta shinte. Sigurisht që kjo është një shenjë respekti shumë e madhe, por natyrisht që nuk është një shenjë dashurie. Nëse nuk e do një njëri, nuk e pse e mban afër. Nuk e shëron kur e mban afër nëse nuk e don, sepse më shumë do të vuaj nëse ti e mban afër, por nuk e do. Unë të thash se do largohen nga ata që më duan. Si? Unë e thash më përpara se unë kështu... Largohen nga ata që duan, që të mos t'i lëndoj. Po, që mos t'i lëndoj më shumë, sa po e thash përpara. Sepse, paka shumë e di, por ti vazhdon të jesh qift me Albën, pra, do me thënë çdo një orë ndajeni, çdo 20 minuta lidheni. Po çfarë don tani ti nga shtëpia? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Unë personalisht nuk do doja se ty të shoh një potencial shumë të fortë në atë shtëpi. Për te historisë me Albën,